e kisha shti një pikë të rëndit ditës që nuk e kemi propozu më herët, certifikimin e rezultatit për kryetarët komunave të komunës në Prishtinë, Junik dhe Mamush, me qenë se nuk ka ankesa dhe është bërë plotfuqishëm shpallja. Aktivitetet e sekretariatit, këshillat e KQZ-s, kemi këshilli për operacionet zgjedhore, miratimin e planit operacional për ditën e zgjedhjeve dhe miratimin e rekomandimit për shtyrën e afatit tërheqjes të dërgesave postare, si dhe të ndryshme. Ka dikush diçka lidhur me rendin e ditës në një propozim? Plotësim ndryshim? Jo, atëherë hedhim kush është për? Me 10 vota për miratohet. Lidhur me këto proces verbalet e 66-70, ka dikush diçka për të klaru? Nëse jo, e hedh votim kush është për? Kundër apo abstenim? Atëherë me 8 për dhe 2 abstenime miratohet. Vazhdojmë me certifikimin e rezultatit për komunën e Prishtinës, Junikut dhe Mamushës. Atëherë në Prishtinë, në raundin e dytë të zgjedhjeve që do të mbahen nesër, shkon për Barim Rama me 33.71% dhe Hajrullah Qeku me 33.21%. Në Junik, në raundin e dytë, shkojnë Vrushdi Shehu me 28.89% dhe Agron Kuqi me 38.88%, si dhe në Mamush, në raundin e dytë, shkon Abdul Hadi Krasniq me 29.80% dhe Fikret Morina me 28.83%. Ka dikush diçka? Lidhur me këtë? Nëse jo, e hedh votim kush është për? Atëherë me 10 vota për certifikohet rezultati për këto 3 komuna për kryetarët e komunës.